Dhe secili prej nesh në një moment apo kohë caktuar bjen gabim apo bjen gjunahe. Mirë po pas gabimit edhe gjunahit njeriu do të me ndje keqardhje, do të me ardh keq për gabimin për gjunahet. E jo me umburë me u lavdrue, apo aruna zot me promovu gjunahin, apo me promovu veten me vlera të ulta. Ato në fakt nuk janë vlera. Ato nuk janë vlera kur njeriu e promovon veten se çka ka bërë në të kaluarën harame. Ato mas pakti kanë të bëjnë me vlerat. Andaj çka duhet pra? Me të ardhë keq për punë jo të mira, edhe me u pendua, po çka, jo me humb shpresën, edhe me u boj pa shpresë, sikur disa thonë, për mua s'ka kur far shpëtimi, s'kam kur far shpresë, s'kam kur far i myti. Në popullin tonë çdo herë përdoret se shpresa vdes e fundit, ndërsa në fen islame shpresa nuk vdes asnjëherë. Runa Zot edhe me dal njeriu pe kësaj bote, prapë ka shpresën, e ka i mytin tek Zoti se do ta fal Zotin në varr. Se kemi dhe një jetë tjetër, jetë e berzahut, që është në mes dy jetëve, jetës së dunjas, edhe jetës së ahiretit, në mes këtyre dy jetave është jeta e përkashme, jeta e berzahut. Dhe besimtari ka shpresë që Allahu ndoshta e fal në varr atje në jetën e varrit. Por una Zot edhe aty nëse nuk e falet dënon, e ka shpresën tjetër se Allahu do ta falë atë në ditën e gjykimit kur do del. Edhe kur ta merr regjistrin e veprave të tij, do ta merr nga ana e djathtë. Por una Zot edhe nëse aty nuk kalon mirë, prapë ka shpresën tjetër se çka do të ndërmjetson për të dikush, ndoshta evlat e tij, apo ndonjë shahid, apo do të ndërmjetson në alim, a do të ndërmjetson dikush tjetër si Kur'ani apo agjerimi apo diçka tjetër. Po prapë nuk e humb shpresën, nëse asnjës ndërmjetsojnë, e pret ndërmjetësimin e madh, ndërmjetësimin shefatin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Që do të thotë besimtari çdo herë është me shpresë. Andaj mos jeto në këtë botë i pa shpresë. Mos jeto i pa shpresë, sepse çdo herë rruga është e hapur. Vetëm ka njerëz që trokasin në derën e Zotit, se Zoti asnjëherë në asnjë moment nuk e mbyll derën për robërit e tij. Zoti nuk është i kënaqur me i dënuar të dashurit e tij, se ne jemi krijesa më e përzgjedhur e Zotit dhe ne jemi të dashurit e tij. A thuvall mos ka pa dikush dikon duke e djeg të dashurin e tij. Për shembull, nana duke e djeg vladin e vet, ose baba duke e djeg vladin e vet, ose ana sillt ose vladi duke e djeg nanën apo babën e vet. Po flas në rrethona normale, po flas kur kemi të bëjmë me njerëz të mençur, me njerëz të shëndosh mentalisht, se me ata të smurta ta bëjnë gjithçka. Andaj edhe Zoti neve na ka të dashur. Dhe Zoti është më i dashuri jon. E qysh më i dashuri me i djeg të dashurit e tij. Nuk i djeg me përjashtim kush dëshiron vetë me u djeg, që nuk don me shpëtu asnjëherë. Andaj çka mos i harroni thanjet e Kur'anit, thanjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat ju dhon shpresë, ju dhon ymit besimtarve. Dhe ato që na bojnë më të fortë edhe më të qëndrueshëm, edhe na stimulojnë, na nxisin me u pendue, edhe çka me filluen nga e para me punë të mira edhe të mbara.